E kam bërë publike deklarimin tim, e kam bërë publik që kjo çështje është në fazën e hetimit paraprak. Janë kryer një numër i madh veprime shëtimore në territorin shqiptar, por patjetër që për hetimin e çështjes është e nevojshme edhe ndihma juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja dhe ne jemi edhe në pritje të përgjigjes nga autoritetet gjyqësore të huaja, të cilët jemi drejtuar me kërkesë për ndihmë juridike. Sa si e vlerësoni transparencën dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, tani sa i takon bashkëpunimin ndërkombëtar, ajo që mund për një ndër gjërat për cilët SPAK mund të ndihet krenar është bashkëpunimi ndërkombëtar. Dhe këtë vlerësim e thon gjithë institucionet ndërkombëtare, e thon gjithë kolegët tanë të Bashkimit Evropian, të Mbretërisë Bashkuar, të vendeve nordike, të Zvicrës, të Shtetet Bashkuara, ADEA, FBI, të vendeve të Amerikës Latine me të cilët